Cilat janë kritikat e tina kështu tashpra që ti thotë redon, që shtu mos e bën? Kritikat më tashpra që i ka, ai faktikisht e ka mirë, se unë deri vonë pak a shumë nuk kam funksionu me atë dëshirën e tregut. Po. Jom kon shumë i ngullt në ato që ka duon. Ka njëra din, e ka një farshie universale, se di për shembull këngët e Ilirit mund është milshu në çdo disponim, në çdo grup moshë, në çdo atmosferë. Edhe është ka talent, ai shkrin, do me thonë i shkrin tekstet, e se në tash të mundu me adaptu qatë mentalitet që kur të bën një këngë, ose bën e për krejt, ose mos e bë për... E vërtet, po qëndron kjo, sigurisht. Këto kërkesa zakonisht se në rrjetet sociale gjithsesi ka edhe njerëz që të kërkojnë, të shkruajnë kur publikon këngën, çfarë këngë po bën, ti the që i don baladat, po publiku jo, çfarë kërkesa ka prej teje? Publiku, unë i kam pak a shumë të ndomë, para bigut e kom bo një zhondër kejt tjetër, e kom bo pak ma rap, pak ma i vrazhdu, kom pak ma dinamik. Mas bigut e kom bo një zhondër pak ma dëbut me balada e sene. Tash adin edhe njerëzit që të kam përcjell, lypin me pa dhe ato që je kom para se me marrë që të lej fame, që të lej audiencë e sene, po mundohet njëri mi bashku dy, ata din që mos milion pak noqën, as ata që jonë konë me ty pej fillimit, as njerëzit e ri që janë